Pse po shqetësoni, na që tre në krizë dhe kreja sa përqind ishtë dosh mi pas? Ja, po të këja që ka bo ki për 4 vjetë, ato për 20 vjetë s'kam bo. Domet që ja ka bo këti veni. Nëse tash mi një për një njësë një emision prej fillimi. Kanë dëshku votuse. Domet që ja ka bo për binkur të vendit, me qeverisje, me skandale. Vija bre gash, se ka bo me shtru vija. Domet që ja ka bo për këto 4 vjetë. E këtu ka replik, ka përshirje i gashme. Unë jem i gatshëm për replikë, se kom asë një të lashë. Domet janë shumë bëhe? Domet për 4 vjetë që i ka bo kësë, si kam bo ata për 20 vjetë. Për 20 vjetë? Si kam bo për 20 vjetë. Për 20 vjetë? Jo, si kam bo për 20 vjetë. Nëse himi i shohim të arritunat edhe domet, edhe bojmë një farmati, edhe i qesim kanal, edhe në peshore. Për shembull çka? Ky s'ka bo kur gjë, 4 vjetë s'ka bo kur gjë. Kur gjë? Ama rrafsh kur gjë asë një veprim ma të voglin se ka bo në të mirën e qytetarëve. Situatën në veri? Po flasë për të mirën e qytetarëve për mirëqenien ekonomike. Situata në veri është një çështje, ala pa zgjidhur për mendimin tënd. Ala ka punë aty. Ka ndryshime radikale. Ala se dim epilogun. Ala se dim përfundimin e situatës në veri, çysh ka me meta. Na jemi të folë për qeverisjen, për çështjen e aspektit social edhe ekonomik. Po. Do thonë, ti shkon për punën e çka ka bo Albin Kurti për 4 vjetë, si